Të nderuar banor të Haraçinës, komuna jonë është bërë simbol i harresës, pa ujë të pishëm, pa kanalizim funksional, me rrugë të shkatruara, deponi që na vrasin dhe të rinj që na ikin çdo ditë. Ky është realiteti që na la pushteti i deritanishëm. Ka ardhur koha e ndryshimit. Haraçina do të ketë ujë të pishëm në çdo shtëpi, kanalizim modern, shkolla të reja dhe zonë ekonomike për vende pune. Do të ndërtojmë stadium modern, hapësira të gjelbra dhe do të zhvillojmë bujqësinë. Më 19 tetor të bëjmë realitet. Është koha që të dëgjohet zëri juaj. 1 zë për Haraçinën. Voto numrin 7.